Vizita zyrtare dytitore e kryeministrit Edi Rama në Vatikan ka nisur me një moment simbolik dhe shpirtëror në Genazzano, në bazilikën ku ruhet shëmbulltyra e zonjës së Këshillit të Mirë, një figurë e dashur për besimtarët shqiptar dhe e njohur si Regina di Albania, mbretëresha e Shqipërisë. Ikona sipas traditës është vendosur mbi një fragment të murit të shkëputur nga kisha e Shkodrës në vitin 1467, duke e lidhur historikisht këtë shitore me Shqipërinë. Për këtë arsye ajo konsiderohet prej shekuj si një simbol I besimit dhe identitetit kombëtar për shqiptarët të brenda dhe jashtë vendit. I shoqëruar nga bashkëshortja Linda Rama dhe djali I tyre kreu I qeverisë, u ndal për lutje përpara ikonës duke u drejtuar në gjuhën shqipe me një mesazh për paqe, udhëzim dhe mbrojtje për popullin shqiptar. O Mari, në nëndër I Këshillit të Mirë, ka që dashur për fëmijët e Shqipërisë në atë dhe jashtë atë. Sot po vim të ti edhe një herë të besojmë popullin tonë, familjen tona, rimin tonë. Ti që je zoja e Shkodrës dhe mbarë Shqipërisë, na udhëhiq në rrugën e smirës, na jep dritë në dyshime dhe ngushëllim në provën e jetës. Në mbrojtjen tënde kërkojmë strehtë, o Virgje e bekuar. Mbroje Shqipërinë, ndriço mendjet tona dhe na bëj të jemi gjithmonë besnik ndaj birit tënd, Jezusit. O Zoja e Këshillit të Mirë, lutu për ne. Amen. Kjo bazilik është vizituar ndër vite dhe nga papët e Romës, ndërsa sipas Elisë së Shenjtë, një nga gjestet e para të Papa Leonit XIV pas zgjedhjes së tij ka qenë po ashtu një lutje përpara kësaj ikone. Në vijim të agjendës zyrtare, gjatë paradites, kryeministri pritet të zhvillojë një audiencë me Papa Leonin XIV në bibliotekën papnore. Përpara takimit ai u prit në oborrin San Damaso të pallatit apostolik nga prefekti I shtëpisë papnore dhe përfaqësues të protokollit të Elisë së Shenjtë. Programi I vizitës përfshin gjithashtu një omazh në vendvarrimin e Papa Franceskut në bazilikën Santa Maria Maggiore, si dhe një takim me kardinalin Pietro Parolin, sekretarin e shtetit të Vatikanit, ku pritet të diskutohen çështjet e bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Elisë së Shenjtë. Vizita vlerësohet si një moment I rëndësishëm diplomatik dhe simbolik, duke theksuar lidhjet historike dhe shpirtërore mes Shqipërisë dhe Vatikanit.